Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. I keni kaluar 50 vjeç, përdoreni këtë bimër çdo ditë për të jetuar shëndetshëm deri në 100 vjeç. Rozmarina. Duket se është çelësi i gjatësisë të paktët për banorët e fshatit të vogël bregdetar të Italisë, siç është Akrioli, shtëpia e mbi 300-100 vjeçarëve, 20% e të cilëve po i afrohen 110 viteve. Sekreti i gjatësisë së tyre mund të fshihet në bollëkun e rozmarinës që përdoren në gatimet e tyre. Besojnë studiuesit amerikan dhe italian, të cilët morën lehtë edhe ekzaminime për të monitoruar dhe përcaktuar faktorët e jetëgjatësisë së tyre. Bari përdoret gjërësisht për gatimet e 100 vjeçarëve italian të përmendur, të cilët kanë kaluar moshën 100 vjet pa shfaqur sëmundje kardiovaskulare ose çmenduri. Rozmarina ka veti tonike, antiseptike, thuhet në faqen e laboratorit farmakologjik të Departamentit të Mjekësisë të Shkollës së Shkencave Shëndetësore të Universitetit të Janinës. Tradicionalisht, rozmarina merret nga goja për të trajtuar infeksionet e zorrve, diaren, kolitin, fryrjet, çrregullimet e mëlçisë dhe verdhëzën. Gjithashtu është një stimulues i qarkullimit të gjakut, pasi rrit qarkullimin në gjak dhe enët e gjakut, por edhe një shërues efektiv për plagët dhe zgavrën e gojës. Jepet në formën e zjerjes në trajtimin e gripit, ftohjes së reumatizmës dhe dispepsisë. Studiuesit natyralisht nuk ja atribojnë rozmarinës veti të magjike, pasi pranojnë se jetëgjatësia e banorëve të fshatit italian është për shkak të kombinimit të faktorëve me dietën mesdhetare dhe me faktin e përfshirjes së kësaj erëze në mirëqenien e tyre. Rozmarina i bën mirë kujtesës. Era e rozmarinës përmirëson aftësinë e trurit për të kujtuar ngjarjet e kaluara dhe për të kujtuar se çfarë duhet të bëni në të ardhmen, citojnë autorët e studiuesit në Universitetin e Northumbria. Gjatë eksperimenteve përkatëse, pjesëmarrësve ju kërkua të bëni një test në memorie në një dhomë me aromë rozmarine. Pjesëmarrësit të tjerë kryen një test në një dhomë me aromë livando, ndërsa një grup tjetër kryen testin në një hapësirë ajrore të pastër dhe pa aroma. Studiuesit vunë re se ato në dhomën me aromën e rozmarinës përjetuan një përmirësim të kujtesës së tyre afatgjatë dhe aftësinë e tyre për të bërë llogaritje të thjeshta, ndërsa aftësia e tyre për të kujtuar informacione u përmirësua me 15%. Veç një suplement të domosdoshëm në gatim dhe synim për të bërë veti ushqimeve tuaja, rozmarina ka edhe benefite të larmishme për organizmin tuaj, të cilët do të ndikojnë pozitivisht në rritjen e përfitimeve në trup. Rozmarina ka një shije dhe një aromë të pashoqe. Emri i saj vjen nga latinishtja që përkthehet vesa e detit. Ajo është një nga erëzat më të preferuara të visave shqiptare. Ajo përdoret për të përmirësuar kujtesën dhe është e pasur me vlera të dobishme për organizmin. Konsumi i rregullt i rozmarinës përmirëson qarkullimin e gjakut në tru dhe ndihmon në rritjen e përqendrimit më të madh. Gjithashtu, shkencëtarët besojnë se rozmarina ka element ushqyes që mund të ndikojnë në performancën e trurit tuaj dhe të ndikojnë pozitivisht edhe në shumë aspekte të tij. Vlerat dhe përfitimet që merrni nga rozmarina janë të shumta, duke filluar nga pamja e jashtme deri në organizëm. Kjo bimë aromatike që bën pjesë në familjen e mentes rritet me shumicë edhe në vendin tonë dhe shpesh përdoret për të shtuar shijen e gatimeve. Zakonisht është e njohur për vetitë e saj qetësuese ndaj dhimbjeve të trupit ose në përmirësimin e memorjes. Në këtë spekër, si vlerat dhe përdorimet e saj janë të shumta, siç e tham deri në vajrat esencial nga gatimi dhe vlerat e saj. Në këtë video, sipas Brightsai, do ju tregojmë disa vlera të kësaj bime që mund t'i përdorni për një sër përfitimesh për organizmin. Ndikimi i saj është i mirë edhe për shëndetin e mushkërive. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksidin e karbonit. Janë organi kryesor që çon oksigjen në gjak dhe ndër më të rëndësishmit të organizmit. Nëse po përjetoni probleme të mushkërive, do të thotë më pak oksigjen në trup, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore dhe rrezik për jetën. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve në spitale, ekzistojnë disa mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Një ndër to është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim shumë i mirë i vitaminave. Përmban vitaminën A, vitaminën C, duke përfshirë këtu edhe minerale si magnezi, kalciumi dhe zinku. Këto minerale do të ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar dhe do të nxjerrin jashtë toksinat nga trupi. Jo vetëm për personat me probleme të mushkërive, por rozmarina gjithashtu mund të jetë shpëtim edhe për nxjerrjen e organizmit nga pluhurat dhe ndotësit e ndryshëm.
Kështu mund të jetë një zgjidhje adekuate me shumë vlera për trupin e njeriut, dhe ekspertët vazhdimisht sugjerojnë përdorimin e kësaj bime të veçantë, duke ndikuar kështu edhe në rritjen e vlerave të shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Rozmarina është një bimë shumë e mirë për shëndetin e syve. Për personat që po përjetojnë kështu nivelet të humbjes së shikimit ose ato që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndikim shumë i mirë. Kjo sëmundje prek zakonisht moshat mbi të 50-ta dhe dobëson shikimin në mënyrë graduale. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje kardiovaskulare, konsumoni sa më shumë edhe këtë bimë të veçantë, duke pasur edhe antioksidant të mirë për shëndetin e syve. Rozmarina është një zgjidhje shumë e mirë edhe për tretjen më efektive. Duke qenë e pasur me antioksidant dhe vitamina, kjo bimë ndikon edhe në tretjen e mirë të ushqimeve. Kujdesuni të shtoni disa gjethe rozmarine në secilin nga ushqimet tuaja për të përfituar një shije më të mirë njëkohësisht. Rozmarina ka vlera të mira në kujtesën e mirë. Ndihma që jep kjo bimë për memorien dhe përqendrimin e trurit është e pachmueshme, janë përdorur që në lashtësi si receta natyrale për shëndetin e mirë të mendjes dhe sot shumë studime vërtetojnë këtë. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësojë memorien deri në 30% nëse konsumohet rregullisht. Ajo është një bimë shumë e mirë kundër depresionit. Rozmarina ndihmon në uljen e sëmundjeve neurologjike siç janë dobësimet e ankthit dhe skleroza e shumfisht. Mjafton ta konsumoni rregullisht, të përdorni çaj ose të bëni masazhe rreth kokës me këtë vaj esencial. Largoni ujin e tepërt nga trupi. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për personat që kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt brenda në trup. Ndjesitë e fryrjes dhe rëndesës ju largohen lehtësisht me rozmarin, pasi do të nxjerrë të gjitha toksinat nga trupi juaj. Siguroni të konsumoni sa më shumë çaj rozmarine përgjatë përditshmërisë së suaj. Në çdo rast është e rëndësishme që ta përdorni me kujdes dhe të konsultoheni me mjekun tuaj për të marrë vlerat e saj në dobi të organizmit. Rozmarina është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër rënies së flokut. Ulëntimet e hershme kanë treguar se aplikimi i vajit të rozmarinës dhe vajit të livandos në lëkurën e kokës do të përmirësojë rritjen e flokut te disa njerëz. Ulëntimet e hershme sugjerojnë aplikimin e vajit të rozmarinës në lëkurën e kokës, edhe po aq edhe në përmirësimin e shëndetit të flokut tuaj. Ajo është e mirë kundër artritit. Kërkimet e hershme tregojnë se marrja e një produkti që përmban rozmarin mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në lehtësimin e kësaj simptome. Ajo është e mirë për lodhjet mendore dhe mund të ofrojë lehtësime të mira në këto aspekte. Kërkimet e hershme tregojnë se marrja e rozmarinës nuk përmirëson vëmendjen ose energjinë, por mund të ulë lodhjen mendore dhe të përmirësojë gjithashtu aktivitetin e trurit, duke e stimuluar atë. Është e mirë kundër hipertensionit. Ulëntimet e hershme tregojnë se marrja e vajit të rozmarinës 3 herë në ditë do të rrisë gjithashtu edhe përmirësimet tuaja kundër hipertensionit. Presioni i gjakut do të kthehet në nivelet e para të tij dhe nuk do të ketë luhatje të dëndura. Është e mirë kundër stresit. Disa studime të hershme sugjerojnë se aromaterapia e vajit të rozmarinës dhe vajit të livandos mund të zvogëlojnë ritmin e pulsit, por jo të presionit të gjakut të njerëzit që e marrin atë. Por studimet tregojnë se aplikimi i vajit të rozmarinës te kyçet tuaja mund të jetë një ndjesim më e mirë për të evituar kështu problemet e ankthit dhe të stresit. Dhe ekspertët sugjerojnë aplikimin e saj si një zgjidhje mjaft të mirë, ose mund ta mbani edhe në vazor në shtëpinë tuaj ose në ambientet e punës për të marrë përfitimet e saj më të mira në këtë dobi. Rozmarina mund të përdoret gjithashtu edhe kundër djegjeve nga dielli dhe mund të ofrojë një lehtësim më të mirë në këto situata. Nëse doni të mbroni lëkurën tuaj kundër djegjeve të diellit, atëherë mund të përdorni rozmarinën, e cila është një zgjidhje përkatëse me vlera të larmishme. Ekspertët këshillojnë atë në formën e çajit ose në formën e vajit ose aromaterapive, për të ndikuar pozitivisht në organizmin tuaj dhe për të parandaluar kështu komplikacionet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.